Jashtë shtëpisë. Na jashtë jemi që 3 muaj gjysë. Këtu në Lugjinë në Tërpezë Këtu në Lugjinë jemi që 2 javë. A keni probleme jashtë këtu, nëse se banonin në nënqedhjen e hapur? Vallaj, probleme por hek jemi bërë. Çka mund bërë më shumë ti? Pasha Zotin, çka jo. Një ditë në kanë vënë të thasë mirë që to. Nëse 20 familje në fesë sot, tjetër kur, që 3 muaj gjysë hala një me morë në kom në që të katun këpërri. Sa antar jeni ju? Na 12, unë jam këtu me të 12. Natën a keni ftoft? Vallaj, jo, tash të këna morë do në lonë në kanë dhonën, nuk pënonë. A keni mloj? Se kemi qështu në kanë morë ta do një pa mi kanë dhonën të shqebe të dhe shka. Se jo, i një ma nuk kemi kështë dhe shka në kanë dhonë një patë. Një patë. Ma fort patotëm se që pa jekum keq. Vëllaj ma fort patotëm për qëtine balonëve, patën dhe pa qetin, pa në gjojnë, tash me konë që në alonë bële që të rahat, në është apet, që dhe që t'jekum keq, ka ma ba. Pa gjujnë edhe natën këtu? Pa gjujnë qanej, pa gjujnë të kampa njët e. Ka di që kanë gjojnë shatë, që 2 javë pa bëtë, 47 një përdojnë me hi. 3 herë i ka nërë që asë shpije. Po i me është të na. 3 herë shpijë së modës. Ju lokë për nga jeni? E Tërpeze. Që sa kohë jeni ju këtu? Për 3 javë jena për qa ditë që ma kanë prish shpinë, ma kanë prish shuetën, ma kanë prish kreti kanë nga Tërpezës. Djali mu ka plagohen, vetë jem dalë, vetë i 14 që të në malë jam. Shka me hangë, shka me pi, gronit hala, dojnë mi kallë, si këna fshinjë, si këna shka me hangë. A keni buka, keni... Baj, ne kanë vanë ka pak njën që të një ditë, ka dhe thas njën, tyne, neve, 3 ditë një fesë. Këtu në qellën e hapur, banorët përpiqen të adaptohen në kushte tjera. Nga jeni ju? Tërëvi. Që sa kohë jeni këtu? Që 4 muaj gati. Nja e mi kona që jenë të pesë pranë gju që 1 muaj gati jemë në për mahtë. Apo keni vështërsi në të kushte? Shumë për fëmijë vata e madhë, si do e falë. A keni ushqim të mjaftueshëm për ta? Në shumë. Kemi pasë shpija këpa kemi pasë, që jo tash noftën marë, që kene pak. Nuk ju kanë ndihmuar? Po i na kanë ndihmu, po ka pak shumë. Se shumë kalabla kene, fëmija vata shumë. Nga malet e Tërpezës, kalojmë në ato të Pagaruçës e të Kravasarisë, së Malishevës, ku po ashtu hasim në skena të njëjta. Tu hasim në shumë familje të zhvendosura përkohësisht nga Drenica, Llapusha e rajoni Suarekës. Forcat sërbe nuk i lënë të qeta as në male. Dhe derisa në zonat e luftës, po bien viktima edhe nga popullata civile. Nuset e strehuara në malet të kësaj treve kanë lindur poshtje pa kujdesin e mjekut. Zbresim në Pagarush dhe vizitojmë shkollën e këtushme, ku kanë gjetur strehim 10 familje nga Glareva, Llazica e fshatra të tjera. Mësojnëtorët e kësaj shkolle pra janë shndruar në dhoma fjetjeje, kurse korridoret në kuzhina. Solidariteti i banorëve të kësaj ane nuk mungon. Në oborrin e shkollës janë tubuar burra, gra e fëmijë, dhe me interesim të madh përcjellin lajmet e radiostacioneve të huaja rreth situatës në Kosovë e mëzgjehet. Informohemi se në këtë anë popullatën e larguar nga vatrat e veta e kanë vizituar dhe ndihmuar në mënyrën e vet përfaqësuesit e shoqatës humanitare Nëna Terezë, mjekët pa kufi, kryqëzikues ndërkombëtar dhe udhëheqësi i zyrës së Komisariatit të Lartë për Refugjat të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Prishtinë, zoti Thomas Vargas. Me zotin Vargas zhvilluam edhe një bisedë lidhur me pozitën e refugjatëve shqiptar dhe mundësinë e mbrojtjes së tyre ndërkombëtare.
In fact, UNHCR in cooperation with other Komesariati I lartë I OKB-s për refugjat në bashkëpunim me organizata tjera ndërkombëtare që janë të angazhuara në këtë trevë, janë duke bashkëpunuar që t'u dalin në ndihmë atyre që ajo u është urgjente, duke u shpërndar atyre ushqim, mjete higjienike, veshmbathje, batanie, gjëra që për ta janë të domosdoshme, pasi që janë të detyruar të jetojnë nën qiellin e hapur, pa kurrfar akomodimi. The forests and the hillsides without any accommodations, any roof over their head. We call them internally displaced because they are remaining in the area. Ne I quajmë të zhvendosur të brendshëm sepse kanë mbetur brenda këtij rajoni, ndërkaq një numër rreth 200.000 njerëzish në paraqitet I prekur nga pasojat e këtyre luftimeve, duke përfshirë edhe refugjatët e vendosur në Shqipëri, Serbi dhe në Maltëzi. Other parts of FRY, including Central Serbia and Montenegro. As far as conditions for return are concerned, when people are in the forest, in the mountainside, and see Sa përket kushteve të kthimit, derisa njerëzit janë në përmale dhe shohin se si shtëpitë e tyre literalisht janë duke u djegur flak, është e kotë të thuar se kthimi I tyre në shtëpi është I sigurt. Situata është pikërisht e kundërt. Prandaj unë shpresoj edhe këtu po e vë theksin se duhet të krijohen kushtet që u bëjnë të mundur kthimin e sigurt në shtëpitë e tyre. In order for people to be able to go back home, and this is what they want to do, go back home. Pas ofenzivës së ushtrisë serbe në komunën e Malishevës, pësua I Austrisë në Beograd, Petrić, dhe ambasadori I Gjermanisë Gruber. Ata ishin dalur në një takim të shkurtër me disa banorë të Dragobilit, duke u informuar për gjendjen e sigurisë në këtë anë. Ambasadori austriak Petrić nëntekjaroi. Well, I was here 2-3 weeks ago, immediately after Kur kam qenë këtu para 2-3 javësh, pas ofensivës. security forces, and I'm back now today. E shumë të ndërtesave që pas marrjes së Malishevës nuk kanë qenë të shkatruara, tani janë të shkatruara plotësisht. Për fat të keq kjo po ndodh në komunitetin ndërkombëtar, dëshiron të shoh këta njerëz të kthyer në shtëpitë e veta. Not destroyed during the takeover of the city of this town are obviously now have been destroyed, which is very unfortunate because the European Union and the international community would like to help and aid the return of the citizens of Malishevo to their own hometown. Ndërkaq që ambasadori Gjerman Gruber tha se është duke punuar intensivisht që të krijohen kushtet që këta njerëz të kthehen në shtëpitë e veta. Derisa vëzhguesit evropian vazhdojnë rrugën për në Ravec, ne kalojmë nëpër fshatin magjare të Malishevës, ku vërejmë shtëpitë e Bahtiar dhe Qazim Kastratit, të dëmtuara nga granatimet serbe. Për fat këtu nuk kishte djegje shtëpish e viktima.
lagjen Morina. Takuam të riun Hamdi Morina, i cili për pasojat e sulmit të egër të ushtrisë serbe këtu pohon. Po në këtë fshat kanë ardhur shumë forca ushtarake dhe policore, gjithashtu edhe kanë hi komisari këtu, kanë djegur shumë shtëpi dhe kanë granatuar shumë të tjera. Gjithashtu këtu edhe kanë plaskitur gjithçka që është më rëndësi. Sa shtëpi janë djegur? Këtu janë djegur rreth 60 shtëpi të djegura dhe të granatuara. Në Astrazup janë granatuar e dëmtuar edhe shkolla, xhamia e objekte të tjera. Jeta në këtë fshat ka nisë të normalizohet. Ata që kanë ku të strehohen janë duke u kthyer në shtëpitë e tyre. Me kujdes kalojmë asfaltin dhe ngjitemi në fshatat Panorc e Lapçev, ku është i koncentruar një numër i madh i atyre që ju imponua braktisja e vatrave të veta. Na bie në sy sidomos ata që tash sa ditë jetojnë në qiellin e hapur. Në malin e Lapçevës takojmë disa dhjetra antar të familjeve të Bajram Bardhecit nga Grabanica, Islam Ibish e Jashar Berisha nga Këpuzi, të familjes Zenuni nga Kralani, Kalludra nga Gremniku e fshatrat e tjera të Klinës e të Gjakovës. Këtyre armiku u adogji shtëpit dhe nuk kanë ku të kthehen. Fëmijët luanin futboll si për inate atyre që këtë lojë u aprishen. Ndërkaq puna e grave ta kujton një piknik të dhunshëm të familjeve që deshen, as deshen të hanë flije bukë të pjekur nën saç.